Nëse ju pyet prokurorin tani, prokuroria nuk do të jetë në gjendje të përgjigjet. Nëse ju pyesni, a ka qenë zoti Ashari pjesë e kësaj NKP-s që pretendoni ju? Sepse nëse do të ishte kështu, prokuroria do të jetë në gjendje ta vërtetojë këtë gjë. Po unë shpresoj të nderuar gjykatës që ju në një moment t'i bëni këto pyetje të vështira të mos e loni prokurorin të sillet në këtë mënyrë. Tani sa i takon emrave të anëtarëve të pretenduar të NKP-s. Emra që përsëriten vazhdimisht në këtë çështje gjyqësore. Të gjithë NKP-s, të cilët janë diskutuar. Një emër që përmend është Ademi Ashari, i cili ka qenë shumë i përmendur në këtë çështje gjyqësore. Është përmendur si një person që ka marrë pjesë në luftimet e Prekazit në 1998, në fillim të marsit të 1998-s, nga prokuroria. E keni këtë në dosjen e prokurorisë, ku në fakt anashkalojnë komplet masakrën që i ka ndodhur kësaj familje. Përmendën edhe disa raste të tjera, si kur të jetë takuar me zotin Vesili, zotin Thaçi 1992, këtë prokuroria ka në paragrafin 788, apo që është prezantuar me zotin Selimi nga Sulejman Selimi në 1994. Ky është paragrafi 98. Dhe pashtu rreth datës 4 mars 1998 është takuar me zotin Selimi, Sabit Gecin, Sulejman Selimin, Remin dhe Rahman Ramën për të diskutuar zgjerimin e UÇK-s edhe armët. Përfundimi i logjikshëm që kanë nxjerrë ZPS-ja nga këto situata është që këto lidhje mes të akuzuarit dhe zoti Ashari janë relevante për argument të ZPS-s. Sa i takon NKP-s. Unë mendoj se këtë ZPS-ja e bën sepse sipas ZPS-s edhe zoti Ashari është një antar i pretenduar i NKP-s, të cilit ata nuk i përmendin emrin. Pra, nuk mund të diskutosh thelbin e NKP-s, siç pretendon prokuroria, dhe të pretendosh që çdo antar i lartë në UÇK me dëmos pas ka qenë pjesë e NKP-s përfshirë këtu zotin Ashari. Megjithatë, u mendoj që nëse ju pyet prokurorin tani, prokuroria nuk do të jetë në gjendje të përgjigjet. Nëse ju pyesni, a ka qenë zoti Ashari pjesë e kësaj NKP-s që pretendoni ju? Sepse nëse do të ishte kështu, prokuroria do të jetë në gjendje ta vërtetojë këtë gjë. Po unë shpresoj të nderuar gjykatës që ju në një moment t'i bëni këto pyetje të vështira të mos e loni prokurorin të sillet në këtë mënyrë. Parashtrimet hyrëse në emër të tij në prill të 2023-s, që nga Joda zoti Selimi ka pritur me durim dhe me respekt gjatë gjithë gjykimit. Ka marrur pjesë në çdo seancë, qoftë në fizikisht apo përmes videolidhjes, dhe do të dëgjoni zotin Selimi kur të shprehet në ditët e fundit të këtij procesi. Zoti Selimi është tërësisht i pafajshëm për secilin prej krimeve të pretenduara në akt akuzë, siç e ka vërtetuar mbrojtja në mënyrë të gjerë në dosjen sa përfundimtare 380 faqe. ZPS-ja thjesht nuk ka arritur të përmbush detyrimin e saj për të vërtetuar asnjërin prej këtyre krimeve të pretenduar për të dyshimit të arsyeshëm. Kaq është, dhe kjo është çështja jonë, me pak fjalë qëndrimi jonë. Mbrojtja nuk ka detyrim që të vërtetojë se këto pretendime të prokurorisë janë të gabuara. Duke ngritur pretendime kundër zotit Selimi, ZPS-ja nuk mund të transferojë përgjegjësinë të përcjellë përgjegjësinë tek mbrojtja. ZPS-ja duhet të paraqesë prova që ja kanë vlerë provuese, janë koherente dhe relevante, dhe dëshmitarësh të mbështetshme për të vërtetuar pretendimet kundër zotit Selimi për te dyshimit të arsyeshëm. Në gjitha këto aspekte, ajo prokuroria ka dështuar ta bëjë këtë në mënyrë mos të qartë, të ndaj kohën që më është dhënë me ekipin e mbrojtjes së Selimit, pra me zotin Tulli dhe zotin Majer dhe zonjën Sheremeti. Pres që të flasë, mendoj të flasë rreth 2 orë përpara që kolegët e mi të marrin fjalën, dhe pastaj do të bëjnë parashtrime përfundimtare. Përmes këtyre, gjatë gjithë këtyre parashtrimeve, ne do të kërkojmë të përgjigjemi dosjes së përfundimtare të prokurorisë, dhe po ashtu të hedhim dritë dhe të sqarojmë pa përsëritur disa aspekte në parashtrimet tona përfundimtare. Ndryshe prej prokurorisë, ne nuk kemi asgjë për të fshehur lidhur me natyrën dhe përmbajtjen e provave tona. Në parashtrimet tona gojore, ne synojmë që të jemi sa më të hapur dhe transparent, që të jetë mundur lidhur me qëndrimin tonë
në vend dhe jo që të fshihemi pas fjalive të pakuptimta dhe apo të dy kuptima, do të trajtojmë provat që janë paraqitur në këtë çështje dhe se çfarë ato në fakt vërtetojmë dhe jo atë që ne shpresojmë që ato vërtetojnë. Do ta bëjmë këtë në mënyrë të hapur për t'ju ndihmuar juve gjykatës që të gjykoni pretendime, të vlerësoni dhe të vendosni për gjykim pretendime të ndryshme të ngritura nga ZPS-ja. Të nderuar gjykatës, ju keni patur mundësinë që të lexoni parashtrimet e gjëra të paraqitura nga avokati i zotit Thaqi dhe i zotit Veseli. Ne i pranojmë ato dhe i mbështesim tërësisht dhe nuk synojmë që të përsërisim ato. Ne qëndrojmë tërësisht pranë argumenteve tona faktike të shkruara, argumentet tona ligjore dhe faktikeve paraqitura me shkrim në dosjen tonë përfundimtare, por edhe gjatë gjithë gjykimit, në veçanti kundërshtimet ligjore lidhur me ekzistencën, natyrën, fushveprimin e përgjegjësisë në NKP-s sipas ligjit të drejtës zakonore ndërkombëtare, si dhe kundërshtimi i drejt për drejt i NKP-s 3 për synimin konkret të krimeve, siç përcaktohet në dosjen është shpjeguar në dosjen tonë përfundimtare. Sot